njëjtat rekomandime që kanë qenë tani ke ky raport, kanë qenë edhe ke raporti I mëparshëm dhe nuk janë respektuar. Domethënë qëllimi këtu është I qartë dhe problemi është që Partia Demokratike nga njëra anë e ka shpallur veten si mbrojtëse të përfaqësimit shqiptarëve, votës shqiptarëve, votës opozitare etj. Dhe nga ana tjetër pastaj e tradhon në një farë mënyre partitë e vogla që janë të vogla për nga numrat në parlament, po me thënë vërtetën si numër votash nuk janë dhe të vogla, janë të konsiderueshme. Po të ishin mbledh me njëra tjetrën, të mbledhë gjithë të votat do prodhonin goxha mandate aty brenda. Dhe në fundit janë vota përfaqësuese të shqiptarëve. Në momentin që ti bashkohesh me një marrëveshje për të hequr qafë partitë e vogla, I ignoron edhe o tradhon fakt edhe gjithë dhjetra mijëra njerëz të cilët kanë votuar për këto parti. Dhe mund duket që është problem I madh. Dhe ka një problem tjetër akoma më të madh, pastaj mendoj unë, që viktima kryesore e kësaj situate nuk do të jenë thjesht partitë e vogla, sepse më shumë gjasa nga një sistem I tillë do ta gjejnë mënyrën për të futur prapë në parlament, ndoshta me një bashkëpunim në një formë ose një tjetër, ose ndoshta edhe nga zhgënjimi akoma më I madh I njerëzve nga dy partitë kryesore, por mendoj që viktima kryesore do të jetë Partia Demokratike.